Vetëm një ditë zgjati ulja e çmimit të karburanteve në vend, bordi i transparencës u mblodh sërish dhe shtrenjtoi naftën me 15 lek, ndërsa benzinën me 6 lek, kështu nga 203 lek për litër që ishte caktuar çmimi tavan më herët. Tashmë nafta do të tregtohet jo më shumë se 218 lek për litër në pikat me pakicë, ndërsa me shumicë nafta do të blihet me 206 lek për litër. Po ashtu edhe benzina është vendosur të shtrenjtohet. Në pikat me pakicë, benzina do të shitet jo më shumë se 181 lek për litër, nga 175 lek për litër që ishte më herët, ndërsa me shumicë, ky produkt do të tregtohet me 169 lek për litër. Ministri i Financave Petrit Malaj shkruan se bordi i transparencës ka vendosur çmimet e reja bazuar në lëvizjet e bursës ndërkombëtare. Megjithatë, ky vendim erdhi vetëm një ditë pasi importuesit e naftës në vend i dërguan një letër qeverisë shqiptare ku kundërshtonin çmimet e vendosura nga bordi i transparencës. Në letër thuhej se për të shmangur shitjen nën kosto, e cila do të sillte humbje të mëdha për tregtarët e karburanteve, do të merreshin prej tyre masa të përkohshme, konkretisht pezullimi dhe kufizimi i shitjes me shumicë të naftës dhe benzinës, si dhe frenimi dhe kufizimi i procesit të zhdoganimit të karburanteve në Porto Romano deri në një moment të dytë.